kronikat rrethën se në çastet e fundit përpara se të jep të shpirt, Gjergj Kastrioti Skënderbeu shtrëngoi edhe një herë shpatën e vet, puthi flamurin e tij rrezatues, duke shqiptuar këto fjalë, për fjalët e fundit. Lam të mirë arbri, Zoti ju kujdes për ty, ashtu si për shpirtin tim. Historiani i madh austriak Jakob Philipp Fallmerayer thotë se ashtu si Ajaxi Sofokleut, Skënderbeu tregos nga skena para se të përfundonte akti i tretë i tragjedisë së madhe shqiptare. Në vitin 1921, Jacques Bocart shkruan se pikërisht në Lezhë, në këtë kështjell të vjetër, ky ka qenë historian francez që ka vizituar Lezhën personalisht, aktualisht rënuar dhe me pamje tragjike, se kështu e jepte përshtypjen atij, duke lidhur me ngjarjen e vdekjes kryeherojt, vdiq ky luftëtar i madh, i cili në mbar Europën bëri të famshëm emrin e shqiptarit dhe për më shumë se 20 vjet, një sundimtar i vogël, pa mbështetje dhe pa mik të sinqert, dhe se ngjallte frikë dhe të alatet e tij, bëri që ushtrit e fitimtarët e Europës, pas Sultan Mehmetit II Fati, të tërhiqen përballë tij. Lezhë është vendi ku shënua bashkimi i shqiptarëve dhe ku prehet përjetësisht vepra e heroit ton kombëtar. Këtu kujtesa nuk është vetëm histori, por amanet. Amanet për unitet, liri dhe dinjitet kombëtar. Skënderbeu mbetet busulla morale e kombit shqiptar, shembull i sakrificës dhe i qëndresës, frymëzimi i përhershëm për brezat që vijnë. Vepra e tij na mëson se vetëm të bashkuar ne mund t'i mbrojmë vlerat tona dhe të ndërtojmë të ardhmen. Gjergj Kastrioti mbetet simboli më i lartë i qëndresës, i luftës për liri dhe identitetit ton kombëtar. Por njëkohësisht ai ishte mbrojtësi kryesor i qytetërimit evropian perëndimor nga orditë e kohës së atyre viteve. Vërtet kjo është një ditë zije, por njëkohësisht është një ditë krenarie, ku të gjithë shqiptarët, anë mban globit, edhe jashtë trojeve tona, përulen me respekt të thellë para figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, i cili pas kthimit nga marrja peng në oborrin osman, bashkoi gjithë principatat arabnore dhe për më shumë se 2 dekada u bëri ballë të gjitha sulmeve nga një prej perëndorive më të forta të atyre kohëve. Gjergj Kastrioti frymëzon në zemrën time, po edhe të tjerëve, besoj që i bashkëdojmë lirinë, besimin, bashkimin. Pra këto janë vlera cilat duhet t'i çojnë përpara, ai ka lënë amanet dhe ne duhet që t'ja ulëm amanet brezave të arshëm.